Në mëngjes, herët kur u zgjova, telefonatën e parë nga ty e mora. Më the, birë nuk jam mirë, nuk doja ta pranoja, për mua ishte tepër e vështirë. Dhe pse jashtë ishte errësirë, ti për mua ishe një dritë që me shumë vështirësi më ke rritur. Shpesh kujtoja buze qeshen tënde dhe më falte ngrohtësi, sepse nga shtëpia isha larguar që i vogël që fëmijë. E ja tani ti po më kërkoje ndim, sepse po luftoje me sëmundjen që nuk ishte shërim. Me njerë erdha pranë teje që mos ta humnim shpresën, të gjithë bashkë të ngrinim fortesën. Por ti po m'pafshe çdo ditë më shumë, ti e di sa vuajt edhe syri yti pa gjumë. Nuk dhe as një fjalë, nuk dhe as një ankim, që në sy tanë mos të shije trishtim. Dhe ja, tani erdhi momenti më i vështirë, ku me më të pakën dëshirë unë shtrova të thosha fjallën në lam të mira. Si kur fuqi të kisha, çmimi më të shtrenjtë do të paguaja, që vdekjen për ty nën të mposhtja.